Vedi che li go. Ndërruar kryetar i komunës, të ndërruar përfaqësues të CMP, të ndërruar drejtor, të dashur mësimdhënës, prindër dhe nxënës. Mirë se erdhët në promovimin e projektit të shkollës sonë. Projekt me temë: Fëmijët kujdesen, natyra falenderon. Ky projekt është rezultat i punës 5 mujore, bashkëpunimit të përkushtuar të nxënësve, arsimtarëve dhe administratës së shkollës sonë. Projekti ka qenë një përvojë të veçantë nxënësit, sepse përmes tij ata kanë mësuar rëndësinë e biodiversitetit, ruajtjen e natyrës dhe kujdesin ndaj mjedisit ku jetojnë. Vlera totale e projektit është 731.498 denar, një investim që ka ndikuar drejt në edukimin mjedisor dhe zhvillimin e kompetencave praktike. Në kuadër të këtij projekti janë realizuar një sër aktivitetesh mjaft domethënëse dhe edukative, si prezantimi i projektit për nxënësve dhe komunitetit shkollor, ekskursion edukativ në malin Shak, ku nxënësit të njohen me florën dhe faunën e zonës, vizitë tek urat e Kamjanit, ku nxënësit marrën mostra të ujit në 8 vajat të fshatit dhe vërtetohen pastërtinë e ujit. Po ashtu në dhëmbim të ndryshme, të cilët është shfrytëzuar për përgatitjen e herbariumeve. Vizitë në zyrat e Parkut Nacional Shari, ku morën informata profesionale rreth menaxhimit të zonave të mbrojtura. Vizitë në Institutin Ekologjik dhe Teknologjik, Kodra e Diellit, në kuadër të Universitetit të Tetovës, ku nxënësit fan nga afër punën shkencore dhe majtjet ekologjike. Mbjellja e fidaneve, farave dhe drumve, si aktivitet praktik për gjelbërimin dhe përmirësimin e hapësirave shkollore. Eksperimente në kabinetin e shkencave, ku nxënësit zbatuan një urit nga biologjia dhe ekologjia. Me aktivitetin përfundimtar që realizojmë sot, garë kryuese të nxënësve, ku ata shfaqin idetë dhe punimet e tyre të përgatitura me materiale të reciklueshme. Ne përmbyllim projektin. Për vlerësimin e këtyre punimeve është krijuar një komision i veçantë. Fillimisht, ftoj drejtorin e shkollës sonë të marrë fjalën. I nderuar staf, të dashur nxënës, prindër dhe përfaqësues të CMP-s. Sot jemi mbledhur për të prezantuar rezultatet e një projekti që ka sjellë shumë vlerë në shkollën tonë. Fëmijët kujdesen, natyra falenderon. Ky projekt na ka ndihmuar të forcojmë lidhjen e nxënësve me natyrën, të zhvillojmë tek ta ndjenjën e përgjegjësisë dhe aftësisë praktike në mbrojtjen e mjedisit. Gjatë këtyre muajve, nxënësit tanë kanë marrë pjesë në sër aktivitetesh edukative, si mbjellja e fidaneve, pastrimi e hapësirave natyrore, vëzhgimet në mikroskop, eksperimentet me pastrimin e ujit, si dhe përgatitjen e herbariumeve. Ata jo vetëm që kanë mësuar, por dhe kanë kontribuar në përmirësimin e komunitetit tonë. Shpreh falënderimin tim të veçantë për CMP për mbështetjen, bashkëpunimin dhe besimin e dhënë. Falenderoj gjithashtu mësimdhënësit për angazhimin e tyre dhe nxënësit tanë për entuziazëm, punën dhe kreativitetin që kanë treguar. Sot ju prezantojmë rezultatet e këtij rrugtimi të bukur, me bindjen se ky projekt do të vazhdojë të frymëzojë gjeneratat e reja drejt një mjedisi më të pastër dhe një të ardhmje më të qëndrueshme. Ju faleminderit të gjithë. Ftoj kryetarin e komunës të marrë fjalën. Të nderuar mësimdhënës, prindër, drejtor, përfaqësues të CMP-s, të ftuar dhe mbi të gjitha ju të dashur nxënës. Është kënaqësi e veçantë të jem sot me ju në këtë aktivitet të bukur dhe
dhe Kuptimklor. Organizuar nga shkolla fillore komunale Sabitin Bajrami në kuadër të projektit Fëmijët kujdesen për natyra faleminderore, i cili na kujton se lidhja jonë në natyrën nis pikërisht që në moshë të vogël, dhe se edukimi mjedisor është një investim për të ardhmen e të gjithëve. Dua të shpreh minjorin time për point dhe CNVP për mbështetjen financiare të realizimit të këtij projekti, i cili është pjesë e iniciativa konkrete që po implementohet në rajonin e Parkut Kombëtar të Mali Shah dhe Parkut Kombëtar të Mavrovës. Të dashur nxënës, ju sot po më jepni shembullin më të mirë se si duhet të kujdesemi për natyrën. Çdo pemë që mbylli, çdo hapësirë që pastroni, çdo aktivitet që zhvilloni, nuk është thjesht një detyrë shkollore, është një mesazh i fortë për të gjithë ne të rritur, se ardhmja duhet të ndërtohet me dashuri, me përgjegjësi dhe respekt ndaj mjedisit. Komuna jonë do të vazhdojë të mbështesë iniciativat që nxisin edukimin mjedisor, zhvillimin e qëndrueshëm dhe përfshirjen e të rinjve në aktivitete që mbrojnë natyrën. Ju jeni gjenerata që do të trashëgojë këtë pasuri. Prandaj, jeni edhe më të rëndësishmi në këtë mision. Ju falenderoj të gjithëve për kushtimin dhe bashkëpunimin, shkollës, mësimdhënësve, prindërve, partnerëve tanë të CNVP-s dhe padyshim ju nxënës të mrekullueshëm të kësaj shkolle. Së bashku ne të mbrojmë dhe ta duam natyrën, sepse kur ne kujdesemi për të, natyra gjithmonë na falenderon. Ju uroj një ditë të bukur dhe shumë suksese në aktivitetet e sotme. Faleminderit shumë. Fton komisionin vlerësues të shënë nga afër punime kreative të nxënësve tanë. Në vazhdim, nxënësit Erdi Apuruli, Eldona Ismaili, Art Kica dhe Eda Azizi do t'i prezantojnë punimet për aktivitetet e lartë përmendura. Në këtë poster kemi paraqit monën e Bogovinës. Ujvarat e fshatit Kamjane përbëjnë një burim të rëndësishëm natyror dhe rekreativ për komunitetin lokal, ndërsa pastërtia e ujit të tyre ka rëndësi të madhe ekologjike dhe shëndetësore. Për ta vlerësuar cilësinë e ujit në 8 ujvarat e fshatit Kamjan, ne përdorëm TDS-metrin, i cili matë sasinë e substancave të tretura në ujë. Vlera e TDS-s na tregon nëse uji është i pastër, i ndotur apo brenda kufive normal. Ky studim na ndihmon të kuptojmë ndryshimet e cilësisë së ujit mes ujrave të ndryshëm. Për të matur aciditetin, përdorëm pH metra. Mostrat të morën nga secilo ujvar në kota të pastërta. Mostrat u kryen nga 3 matjet për pastërtinë e tyre, për mbajtjen e materieve të tretura në njësinë ppm, që do të thotë pjesë për milion. Instrumenti i cili përcakton vetëm sasinë e krimcave prezente, por jo edhe llojin e tyre. Njëkohësisht mostrave i matën dhe temperatura dhe aciditeti. Të gjitha vlerat fituara të mostrave ishin më të vogla, se kishin e prezentier ppm. Një cilësi të ndërtuar sipas standardeve ndërkombëtare, si dhe potencial për përdorim turistik, ekologjik dhe edukativ. Rekomandohet monitorimi i rregullt për të siguruar. Unë sot do të prezantoj përshërimin dhe vëzhgimin me lloj të pjesëve të gjithë. Ky projekt bëhet në bashkëpunim me CNVP dhe BOM. Në këtë aktivitet u realizuam përshërimin dhe vëzhgimin me lloj i pjesëve të gjithë për të identifikuar strukturat kryesore, nervaturat, stomet, ide primore, gjyro, strukturat dhe strukturat të tjera mikroskopike.
Përdorimi I lupës dhe mikroskopit do mundësua nxënësve të shohin detaje që nuk kanë të dukshme në sytë e lirë dhe të kuptojnë më mirë ndërtimin dhe funksionin e gjethëve. Studimi I gjethëve është një pjesë e rëndësishme e biologjisë së bimëve, sepse ata krijojnë procese thermësore si fotosinteza dhe shkëmbimi I gazave. Vëzhguam gjethet me lupë për formën, ngjyrën dhe nervaturën. Nxënësit të mësuan në mënyrë të pamparur të krijojnë repartion mikroskopik, të cilën më pas e vëzhguan në mikroskop për të bërë qelizat dhe detajet mikroskopike. Bëm skica dhe krahasime midis pamjeve nga lupa dhe mikroskopi. Vëzhgimi me lupë dhe mikroskop na ndihmon të shohim botën e vogël të bimëve dhe të kuptojmë se si funksionojnë qelizat dhe strukturat e tyre. Faleminderit. Është në paraqit projekti nga ligje variume me mosën të mbledhur nga tereni I përvarave të fshatit Kamjan, I realizuar në bashkëpunim të SIV dhe POM. Aktiviteti zhvillon aftësitë të nxënësve në identifikimin, klasifikimin dhe ruajtjen e bimëve përmes punës praktike në teren dhe në klasë. Jemi e punëve në hapësinat e shkollës së Betim Bajrami, realizuar në bashkëpunim me CPPP dhe POM. Aktivitetet e vjedhjes janë zhvilluar në shkollën qendrore Kamjan, si dhe në shkollat periferike së të lartë dhe Siniqan, me pjesëmarrjen aktive të nxënësve dhe stafit pedagogjik. Projekti është realizuar në nëntor 2025 dhe synon përmirësimin e hapësirave të gjetura dhe edukimin mjedisor të nxënësve. Biodiversitet, po. Po, edhe rrinë pjesën e mirë të detit, por edhe zero, po njerëzit e tatin, rrinë detit dhe pjesën Keni paraqitur. Atenor, po, por elementet që janë përdorur. Fjallësira e butë. Erësira. Erësira të është e caktueshme, si për shembull bota, ka pak të shishme, tjetër rrezet dhe probleme. Sepse ka frejt gjatë shumë vendosa që Më frikë. Punojsh për atë që ma tepër frigon, ha? Ta hekësh. Çfarë ke po, vesh ka qenë më interesant. Ja ke dhënë kaq Elementi bukur. për të. Brenda? Po. Kjo formë. Letër apo me karton? Me gips apo letër? Me letër. Me letër. këtë letë. Me letër. Edhe me ujë ndoshta. Shtyeni fshatit Siniqan. Salat. Po, tre elemente. Bashkë edhe kjo, apo e doni? Bota e kjo e një doni. Çfarë të bëjmë? Me. Dimri në ke paraqit. Po kjo çka është kjo? Gjarë parash? Ndimër? Oh, bjoti. Më thënë valvulat e zemrës.
Që merë frame boka, për sigurit që duhet ne ka mundësën marrë frame sa ma ne. Shumë bravo. Tani kemi rastin të ftojmë Komisioni për Përshësimin e Punimeve. Vendi 5, numri 36. Vendi 3, numri 14. Vendi 2, numri 17. Vendi i parë, numri 24. Tani ftojmë përfaqësues nga secila klasë të marrin certifikatat të cilët marrin pjesë në të gjitha aktivitetet. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 6A1. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 6A2. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 6A3. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 6A4. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 7A1. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 7A2. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 7A3. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 7A4. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 7A5. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 8A1. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 8A2. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 8A3. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 8A4. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 8A5. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 9A1. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 9A2. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 9A3. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 9A4. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 9A5. Ftojmë përfaqësuesin nga klasa 6A5. Tani ftojmë arsimtarët që realizuan projektin për të marrë certifikata. Arsimtarja Nadije Idrisi. Arsimtarja Qendresa Sallaj. Arsimtarja Zeqie Ismaili. Arsimtarja Lumturie Beatini.
Arsimtarja Adisa Sharifi. Arsimtarja Turta Bajrami. Dhe në fund, arsimtarja Fisniki Iseni. Me kaq përfundon këtë prezantim të punës sonë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe njëkohësisht ju ftoj të shihni nga afër punimet të nxënësve tanë. Miru pafshim në projektet e radhës.